Ministri për pushtetin vendor Ervin Demo dhe Ministri i Financave Petrit Malaj kanë lançuar reformën e taksës mbi pronën në Shqipëri. Demo është shprehur se taksa e pasurisë është një nisë që i motivon të gjithë. Fakt sot është një ditë shumë e rëndësishme për bashkitë në vend. Për disa arsye. Së pari, ky ka qenë një rrugtim shumë i gjatë dhe unë do doja të falenderoja për durimin partnerët suedez, por patjetër mbi të gjitha dhe për drejtimin që Ministri i Financave i ka dhënë këtij procesi gjatë periudhës përfundimtare për ta vënë tashmë një sistem të tërë, një riformë të tërë, e cila në 2026 fillon dhe implementohet. Kur flasim për pushtetin vendor dhe mbi të gjitha kur flasim për autonominë, ne nuk mund ta kuptojmë atë pa qëndrueshmërinë financiare dhe pa kapacitetet që bashkitë duhet të kenë për të zhvilluar politika bazuar në kapacitetet që gjenerohen nga vetë. Dhe nëse ne referohemi potencialit që kemi në territor për të rritur të ardhurat e pushtetit vendor, patjetër që taksa e pasurisë është mbase mund të jetë e para, ose është e para më saktë. Nga ana tjetër, Ministri Malaj e ka nisur fjalën e tij duke thënë se projekti ProTax Albania do të çojë në një taksim më të drejtë dhe efikas për pronën në vend. Veri po ndërmerr edhe në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qëllimi ynë kryesor është të garantojmë një taksim të drejtë dhe efikas të pronës në Shqipëri, si dhe të forcojmë rolin e bashkive për mbledhjen e një prej taksave më të rëndësishme, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Zbatimi i një sistemi funksional, të unifikuar dhe sipas standardeve europiane, edhe pse një sfidë në vetvete, është tërësisht i realizueshëm, ndaj edhe sot jemi këtu për të prezantuar rezultatet konkrete që kemi arritur. E kemi nisur këtë rrugtim, si fillim me Fondin Monetar Ndërkombëtar, dhe kemi identifikuar fillimisht të gjithë problematikat apo kemi analizuar të gjithë problematikat që karakterizonin taksën mbi pronën. Më pas, me Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim, së bashku me administratën tatimore suedeze, nisëm zbatimin e projektit ProTax Albania për të garantuar reformën e taksës së pronës, bazuar në vlerën e tregut, për ta bërë atë sa më të drejtë, sa më efektive, sa më transparente, por edhe për ta kthyer në një nga burimet kryesore të ardhurave për bashkitë. Ndër të tjera, ai ka deklaruar se ka përfunduar hartimi i ligjit të ri të taksës dhe shumë shpejt do t'i kalojë Këshillit të Ministrave për miratim. Ai është shprehur se mbledhja e kësaj takse duhet të përkthehet në më shumë shërbime për qytetarët dhe investime. Sipas tij, do garantojë bashkive pavarësi financiare.